Lotaria amerikane do të rikthehet me rregulla dhe kritere të rishikuara pas pezullimit të aplikimeve nga administrata Trump pak muaj më parë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar ndryshimet që do të hyjnë në fuqi në 10 prill të këtij viti, vlerësuese do të jenë afërsisht 10 milion aplikant për programin e lotarisë amerikane të 2027-s. Ky numër është përllogaritur duke marrë parasysh se në vitin 2023 ka pasur 9.6 milion aplikant dhe në vitin 2022 7.3 milion. Të gjithë aplikantët duhet të paguajnë një tarif $1 në momentin e plotësimit dhe dorëzimit elektronik të aplikimit. Kjo tarif do të jetë nominale për të gjithë interesuarit dhe është vendosur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, duke marrë parasysh se në vendet ku jetojnë aplikantët llogaritet një pagë mesatare prej $4.56 në orë. Aplikantët duhet të ngarkojnë një pasaportë të vlefshme dhe të skanojnë faqen biometrike dhe të nënshkrimit, po ashtu do të duhet të disponojnë diplomën e shkollës së mesme. Për qytetarët që janë të martuar duhet të përfshinë emrin, foton, datën dhe vendin e lindjes së partnerit dhe të gjithë fëmijëve biologjik dhe të adoptuar ligjërisht. Përfshirja e bashkëshortëve në aplikim është e detyrueshme, edhe nëse ata nuk banojnë bashkë aktualisht apo nuk do të emigrojnë së bashku. Po ashtu në formularin e aplikimit është vendosur që të zvendësohet termi gjini me seks dhe termi moshë me data e lindjes, për të pasqyruar me saktësi informacionin e mbledhur nga departamenti gjatë procesit të vizës së emigrantëve.